Qeset plastike një nga ndotësit më të mëdhenj dhe armiku i heshtur i mjedisit, po përdoren gjithnjë më pak në Kosovë. Sipas një raporti të publikuar nga Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit, masat ligjore të ndërmarra me mbështetjen e GIZ-it kanë filluar të japin rezultate konkrete. Udhëheci për monitorimin e mjedisit Taf Veselaj thekson se që nga viti 2022 janë ndërmarrë hapa të rëndësishëm për kufizimin e përdorimit të qeseve plastike. Ai shton se, sidomos pas vitit 2024, këto masa kanë ndikuar drejt për drejt në uljen e përdorimit të plastikës. Politikat e qeverisë që të bëjnë reduktimin e përdorimit të qesëve plastikës. Në vitin 2022, faktikisht është bërë një analizë, një vlerësim për përdorimin e qesëve plastikës në tregun e kosovar, dhe pas kësaj analize është ardhur në përfundim se në përgjithësi për kokë banori në territorin e Kosovës përdoren afërsisht 335 qeset plastikës. Kjo do të thonë ka pasur një ndikim mjaft negativ, jo vetëm në aspektin mjedisor, por edhe në aspektin ekonomik, por edhe social. Gjenerimi i mbretërinës në Kosovë ekziston mbi 450.000 dhe nëse kalkulojmë me përmasa ose në përqindje lidhur me plastikën, atëherë ne gjenerojmë në tregun kosovar ose në përgjithësi në territorin e Kosovës rreth 90.000 ton plastik. Tash kësaj statistike i shtohet edhe përdorimi i qesëve plastikës, siç e shihni edhe gjatë kohës së vërshimeve, kemi raste të shumta të cilët janë në fusha, në përgjat lumeve e të tjerë. Sipas tij, në tregun e Kosovës ende përdoren mbi 87 milion qese plastike në vit. Deri në fund të vitit 2024, domethënë 10 orë, kanë gjeneruar se në tregun kosovar përdoren rreth mbi 87.500.000 qeset plastikës, i cili përfshin 0.25 deri në 50 mikrona. Kjo do të thonë që këto qeset plastikës shiten në marketet tona të Kosovës, i cili prej 12 markete gjigant që janë më të mëdha që në tregun kosovar e kanë përfshi edhe 80% e shitjes së këtyre qeseve plastikës. Reduktimi i tyre ka ndikuar edhe në sektorin e prodhimit, duke sjell ulje dhe duke krijuar sfida për industrinë vendore. Efekti i këtij uzimi administrativ është i trafisht. Në aspektin mjedisor, për arsye se është bërë reduktimi i përdorimit të qesëve plastikës. Në aspektin social, për arsye se edhe këtu është kursyer 0.05% për të qytetarët gjithmonë, shumica dërmuese 2/3 e tyre, domethënë kanë treguar edhe shprehjen interesim që t'i përdoren edhe qeset e ripërdorshme dhe t'i përdoren vazhdimisht, domethënë që mos t'i blejnë ato qeset plastikës. Edhe në aspektin ekonomik kemi po ashtu për arsye se 0.05% që është shitet dhe 0.02 cent domethënë shkojnë përsëri në buxhetin e Kosovës. Por në aspektin tjetër ekonomik mund të flasim se operatorët, prodhuesit tonë, domethënë është një sfidë në veti, për arsye se me reduktimin e përdorimit të qesëve plastikës ka ndikuar që prodhuesit tonë të shfaqen një lloj krize sa i përket prodhimit të qesëve plastike, për arsye se këtu kemi një zvoglim të prodhimit të qesëve plastikës. Eksperti ligjor nga GIZ, Jeton Uruqi, vlerëson se masat ligjore kanë ndikuar në rritjen e vedijes si të qytetarët, ashtu edhe të bizneset tregtare. Rezultatet e arritura tregojnë që qesët plastike, të cilat kanë qenë 335 qese për kokë banori, reduktimi i tyre në gjatë vitit 2024 dhe 2025 ka arrit në 55 qese plastike për kokë banori, dhe kjo për disa arsye, të cilat duhet i potencojmë që e para, qeveria ka vendosur që të vendosë me instrument ekonomik një pagesë për qesët plastike si masë e ndërmjetme për parandalimin e përdorimit të tyre dhe reduktimin e përdorimit të tyre,
Dhe e dyta, po ashtu ka pas një vendisim edhe nga qytetarët, por edhe nga shitësit në dyqanet e ndryshme, të mesme dhe të vogla, por edhe ato të mëdhaja, që qeset plastike nuk i kanë dhënë pa pagesë, por zakonisht në kac i kanë pyet konsumatorët nëse duan qese dhe i kanë njoftuar që qeset plastike janë me pagesë dhe të njëjtat pastaj janë evidentuar edhe përmes kuponave fiskal. Megjithatë, ai thekson se ndarja dhe riciklimi i mbeturinave në Kosovë mbeten ende në nivele shumë të ulta. Fatkeqësisht në Kosovë, përqindja e riciklimit të mbeturinave mbetet në nivel shumë të ulët dhe duhet përpjekje më e madhe nga të gjithë aktorët që të rritet riciklimi i mbeturinave dhe kjo ka pastaj benefite të ndryshme. Një, e mbron ambientin, i zgjat e mbron ambientin, krijon vende të reja të punës, mirë po ashtu edhe mundson ripërdorimin e mbeturinave që një prej qëllimeve është edhe zgjatja e jetëgjatësisë së produkteve të ndryshme. Një tjetër shqetësim serioz për mjedisin vazhdojnë të jenë deponit ilegale. Në Kosovë ende vazhdojnë të ekzistojnë deponi ilegale, përshka kjo vazhdojnë të mbetet një shqetësim i të gjitha autoriteteve. Mirë po, nëse e shohim në tërësi se çka parashes strategjia shtetërore për menaxhimin e integruar mbeturinave dhe nëse kalohet te ndarja e mbeturinave në burim, atëherë mund të themi që sasia e mbeturinave mund të jetë kanjherë edhe jo e mjaftueshme për riciklimin e mbeturinave edhe për krijimin e vlerës së mbeturinave të caktuara. Ndërkohë, në Kosovë pritet të zbatohet edhe sistemi i kthimit të shisheve, ku për çdo shishe të dorëzuar, qytetarët do të përfitojnë një kompenzim financiar, një mekanizëm që synon të rrisë riciklimin dhe të reduktojë ndotjen.